أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në ajetin e lartë cituar, po ashtu edhe hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë çdo pejgamber që kemi dërguar dhe i kemi shpallën dhe i kemi thonë që nuk ka Zot përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është besimi monoteist për të cilin ne po flasim, domethënë varësisht nga tema kur bie. Edhe kjo biseda që Islami është feja e fundit që ka zbrit, domethënë nëse e merrni aspektin kronik, domethënë hebraizmi, më i vjetër, pastaj krishterimi, pastaj Islami. Po mendoj historia kështu i numëron, realiteti është feja tjetër Zoti nuk ka shpallë. Çdo pejgamber që e kemi dërguar i kemi shpallë veç të tjerave që nuk ka Zot përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe të Musaj alayhis salam, edhe të Isai, edhe të Muhamedi alayhis salatu wasalam, edhe të pejgamberët para Musait alayhis salam. Domethënë prej të Ademi alayhis salam. Kjo ndarje kronike, historike që ndëgjoni prej shkencëtarëve akademikëve jo besimtar. Kjo është gabim. Kjo nuk mban as në Tevrat, as në Zebur, as në Kur'an, as në Injil. E vërteta është çdo pejgamber që e kemi dërguar, i kemi thënë që nuk ka Zot përveç Allahut subhanahu wa taala. Çdo pejgamber, pite Ademi alayhis salam. Kështu që Allah në Kur'an pastaj këtë të vërtetë ka zbërthi, ka thonë ne përveç Islamit nuk kemi shpallën ndonjë fe. As nuk kemi dërguar ndonjë pejgamber, as nuk kemi publikuar ndonjë libër. Këtë këto biseda, hebraizmi, krishterimi, Islami, renditja, janë shpifje edhe janë devijim. Do të thotë thelbi i besimit, i dërgimit të pejgamberëve dhe i publikimit të shpallëve dhe librave është mbi dhe rreth të vërtetës absolute se nuk ka Zot përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtu besimi është shumë larg prej shkencës. As që krahasohet, nëse keni ndëgjuar apo keni qenë ndonjëherë të interesuar të lexoni e të shfletoni, ka do tituj dhe dietar të cilët janë marrën me dekada krahasimi, paralelja, shkenca dhe feja. Kur gjë s'ka të përbashkët në një kontekst tjetër. Besimi është shumë larg prej shkencës. Shkenca mund të jetë vetëm një fetus, edhe ata në fazën pa shpirt, përballë realitetit absolut që e ka shpallën Allahu Dhul Xhelal në për shekuj, në për pejgamber dhe libra. Nuk ka Zot përveç Allahut subhanahu wa taala dhe atë tek çdo profet. Domethënë pejgamberët kanë qenë musliman, besimtarët që kanë ndjek ata pejgamber në atë kohë, ai ummet, ato xhamat, ai popull, krejt janë musliman. Nuk ka krishter hebrej. Vetëm besimtar. Ata të cilët e kanë quajt pastaj vetën si diçka, ato janë pjesa dhe grupe të cilët kanë devijuar dhe e kanë shpifën një libër të Zotit ose një pejgamber të Allahut subhanahu wa taala, sikur krishterët për shembull. Xhamati i Isait alayhis salam kanë qenë besimtar musliman, ka përfunduar i brez, kanë ardhur gjenerata të tjera, kanë morë shënime, kanë shkrujt, kanë shtu, kanë pakuon, kanë shpif. Isai alayhis salam është djali i Allahut subhanahu wa taala, më thash devijim. Çdo pejgamber që e kemi quon, i kemi thonën se nuk ka Zot përveç Allahut subhanahu wa taala.
Në një ajet tjetër, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dijeni, në Kur'an është, në fazën, domethënë, përfundimtare të shpalljes. Allahu ka thonë, dijeni, binduni dhe mësoni dhe kuptoni se nuk ka Zot përveç Allahut subhanahu wa taala. Çdo përpjekje për ta zëvendësuar besimin në Zot, qoftë shkenca, politika, fuqia, arritja, teknologjia, filozofia, janë do përpjekje për ta zëvendësuar besimin me diçka. Besimi nuk zëvendësohet. O je besimtar dhe pik, o nuk je besimtar. Mund të qenë filozof, shkencëtar, akademik, letrar, ku ta di unë ke fuqi, pushtet politik, organizim, ama besimtar nuk je, nuk e zëvendëson besimin shkenca. Këtu ka ndodhën, si të them ajo, zhgënjimi të një masë shumë e madhe në radhat e besimtarëve. Në përballë, domethënë, besimi përballë zhvillimit dhe shkencës, një paralele e cila nuk është e natyrshme. Besimi janë fushë tjetër, arritja, shkenca, zhvillimi janë fusha tjera. Nuk zëvendësohet besimi me teknologji. Kjo është, si them, çmenduri, është amaterizëm, është varfëri. Besimi nuk zëvendësohet me filozofia, doktrina, ideologjia, ku të di unë arritje, liria, siguria, shekulli më thash, nuk zëvendësohet. Çdo pejgamber që e kemi dërguar, pa dallim zhvillimi teknologjik dhe qerave, Allahu është një. Kjo është e vërteta absolute. Ishte një debat dikun një grua që në mediat e Shqipërisë, domethënë përballë një shkencëtari, nuk e di a përmend aty Blic, ajo ishte the mendimi se besimi trajton tema dhe tematika që shkenca, si them, as nuk ka filluar, as nuk më imagjinohet të trajtoj ata tema. Besimi në një Zot, krijimtaria, pushteti i Zotit, ringjallja, vdekja, llogaria, dënimi, shpërblimi, xheneti, xhenemi, shkenca nuk merr me këtë punë. Edhe nën fjalën shkencë kanë devijuar shumë njerëz duke e adhuru shkencën, apo shkencë nuk ekziston. Shkenca është mendja njeriut. Shkenca është pjella e jon, arritja, kontributi im, kontributi jot dhe i të tjerit. Analiza, gjurma, ndjekje, studime, hulumtime, ama unë e banja te. Nuk ka shkencë. Ka mendje njeriut e cila e jep kontributin dhe del me një rezultat. Ama nuk mundet që shkencën me adhuruar. Që thash në fillim, atë janë do të biseda, në më thonë shkenca ta zëvendësoj ata dhe ai pastaj për ta mbajt pozicionin kinë se shkenca është mbi çështjen e besimit, ai tha një fjalë, Kate Blitz, si të them, krejt ignorancë, ajo fjalë nuk mban. Tash po i drejtohet asaj vajzës, ja, okej, tha, feja merret me emocione, e kuptoj. Shkenca nuk merret me emocione, paramendon e tash. Do të thonë shkenca është më kristalizuar sipas atij, më panvart, më drejt. Feja merret me emocione, dhëmshuria, dashuria, mëshira, ama që nuk ka e vërtet. Ato ishin të diskutuan, për shembull, unë e përmenda një ditë për Big Bangun, tash ki shkenca po thotë ka vërtetuar, ajo po i thot mirë, po Big Bangun kush e shkaktoi tash, a di? A në Kur'an e ke, po ajo s'di kemi thonë. Në suratul Mu'minun, Allah thot, qiejt dhe tokat kanë ta ratqan fafataqnahuma. Tokat dhe qiejt ishin të ngjitur. Çështu tash. Thot dhe ne i shpërthijem. Çështu Allah ka thonë, dhe ne i shpërthijem fafataqnahuma. Nuk ka feja emocione, ai gabim e ka. Mund të ketë emocione shkenca. Ti prapë kam fjalën. Ja, okej, feja merret me emocione. Dhe me shkenca nuk merret me emocione. Edhe po ju them, shkenca nuk ka mendje të njeriut. E dini sa fenomene, parime, rregulla dhe ligje që deri dje kanë qenën shkencore, bota i ka adhuruar. Arritjet e reja e kanë demantuar, thotë s'ka qenë ashtu, këtë gabim ajo. Plot në shkencë ke sende që dje e kemi ditë se është çashtu, sot nuk vlen, as marrë me dalë mi thonë dikujt. Që kjo është shkenca. Shkenca nuk ka mendje për pjekje të njerëzit, ama feja, besimin në Zot
është shumë larg, është përtej krejt kosmosit, përtej krejt kontributeve njerëzore. Definitivt është shpallja e atij që i ka krijuar krejt këta dhe ligjet që ne po i hulumtojmë. Lenet më me shkenca feja, filozofia feja. Feja në larg, shumë larg është feja, hiç nuk diskutohet. Tash pse ti s'ke arrit, s'ke gjurmu, s'ke ulumtu, s'ka interesuar, s'ke parashtruar pyetje, s'ke udhëheqën debate, lexime, ulumtime, dialektika, ke mbet që ti unë e di ti për cilën fe flet. Ti flet për feja në lagjes atje, për feja në qytetarëve, këtu aplikime e shmajtë ngjath. Ne kur flasmi për fejen që ka shpall Zoti, dhe i ka interpretuar pejgamberi i Zotit dhe e ka aplikuar. Ti se një këtë fe, ti e një feje në, si të them, të qytetarit, që ti, hallegji, edhe tash mendon feja ka emocione, nuk ka feja emocione, s'ka emocione. Zoti është një, ai ka krijuar çdo gjë dhe në dorë të tij është çdo send. Çdo pejgamberi i kemi shpallën këtë të vërtet absolute. Nuk ka Zot përveç Allahut. Dhe dijeni, mësoni dhe binduni se nuk ka Zot përveç Allahut subhanahu wa taala. Tash vlera do të thotë e dëshmijës që po themi, la ilaha illa Allah, është çelësi i xhenetit, është çelësi i shpërblimeve, është adresa në emën të së cilës Zoti i pranon veprat. Namazi, Ramazani, sadakaja, nuk e ke këtë diplom, këtë adresë, çka do që të bani në jetë, Zoti nuk e regjistron, nuk e pranon. Kjo është e vërteta absolute. Pa besimin në një Zot, çka do që të bani, nuk pranohet. Thelbi, esenca e ekzistencës dhe adresa e besimit dhe adresa e rrugës për në xhenet. La ilaha illa Allah. Ama jo filozofia, shkenca, arritja, teknologjia, mund të bëjmë muhabet, nuk ka problem, aty jemi të gatshëm. Ama këtu nuk ka shkencë, këtu ka besim. Prandaj në Kur'an kur e lexoni, elledhine yu'minuna bil ghaib, dhe ata që besojnë botën metafizike për te ligjeve fizike, se shkenca merret me ligje fizike. Besimi është metafizik. Është burim i informacionit nga vetë krijuesi që e njeh edhe fizikën edhe metafizikën. Allah nuk i ka lavdruar në të besimi kur jemi. Kur atë puna, angazhimi, normal Zoti i numëron individ dhe shoqëri me karakteristika. Ata që falen, ata që mësojnë, ata që investojnë, ata që japin, ama kjo që të lëmi, ata që zhvillojnë jetën. Ama kur jemi të besimi, ata që besojnë të fshahtën, që ka paralajmëruar Allahu subhanahu wa taala. Tash për vlerën e fjalës la ilaha illallah, pejgamberi alayhis salam në një hadith ka thonë, Allahu subhanahu wa taala nesër në kiamet, veç të tjerave të ta ringjall një njeri dhe ja bën regjistrat e veprave të veta. Thot 99 regjistra me gjunohe dhe mëkate dhe harame. Një regjistër i madh sa të shofin thotësit, 99 qasi me gjunohe. Edhe e be Zoti robin e tij përpara peshorës dhe gjykimit të drejtë absolut. Dhe i shfleton i shef, thot robi im, a i pranon këta akuzat, kushtimisht këta mëkate? Po, ja Rabbel Alamin. A të kanë bo pa drejt me lajket e mija, mos të kanë shkrujt diçka që se ke bohën ti? Jo, thot Rabbel Alamin, kejt janë të mijët, unë i kam bohën. Po a ke thot ndonjë arsye për të mbrojt? A ke dëni sevap, dëni diçka? Nuk kam, thot ja Rabbel Alamin. Që këto janë 99, sa shofin sit, veç gjunohe. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu dhul xhelali thot robit të tij, po ne kemi një kartë qëtu, që e kemi regjistruar nga veprat e tua. Edhe i thot me lajkeve, bënë atë kartë nonën në peshore. E nojnë në peshore, në anën e djathë se vapët. Edhe i mund 99 regjistra gjunohe. E qelin ati, fjala la ilaha illa Allah. Është më e rëndë se bota
dhe çka ka në te, mbi te, mes te, krejt, për faktin se la yadhkulu shay'un ma ismillah. Nuk ka send më të rënd se emri i Allahut. Nuk e mund emrin e Zotit kur gjo. 99 regjistra gjunohë një dëshmi për faktin se është e vërteta absolute për te fizikës dhe shkencës që po them. Dhe është thelbi dhe esenca, matrica e ekzistencës që e ka krijuar Zoti. La ilaha illa Allah, njëherë, ditën e mirë, këtë gjunohet i mund, për faktin se është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Rajulun qala Allahu akbar. Në një hadith tjetër e transmetojnë shokët e pejgamberit alayhis salam. Thot një njeri në kohën e pejgamberit alayhis salam tha në një vend Allahu akbar. Allahu është më i madh. Pejgamberi alayhis salam tha el fitra, është e natyrshme. Nuk ka besim, keni kujdes. Zoti është më i madh, mund me thonë çdo kush. Pejgamberi tha okay, kjo është e zakonshme, e natyrshme. Kur e ndëgjoi ai burri që tha Allahu akbar, tha la ilaha illa Allah. Mas i ka thonë pejgamberi alayhis salam kët. Pejgamberi pastaj kur e ndëgjoi shahadetin, tha shpëtove prej zjarrit të xhehenemit. Tash, kja besim, nuk ka Zot përveç Allahut. Tash ne a di shpejtimi ti thonë, ju duhet me di çka do të thonë nuk ka Zot. Ka parime pastaj, nuk ka Zot. S'ka kurkush pushtet një send me ndalu. Vetëm Zoti e ka pushtetin me ndalu sendet. Se në ndalon as hoxha, as basia islame, as shteti, as qeveria. Nuk ka Zot përveç Allahut. S'ka të drejt kurkush me thonë detira dhe obligime të kategorisë farz përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk ka Zot përveç Allahut. Vetëm ai e vendos riskun, fatin tan dhe sendet që janë jetike. Sa ti s'përzihet kurkush dhe shumë të tjera, nuk ka Zot përveç Allahut. Allahu është më i madh, është normal. La ilaha illa Allah, shpëtove prej zjarrit të xhehenemit. Çdo pejgamber që e kemi quhen, i kemi shpallën dhe thua një popullit se nuk ka Zot përveç Allahut. Leni filozofia, teoria, doktrina, shkenca. Këtu nuk ka kur gjon, hiç. Këtu ka vetëm shpallje të Zotit dhe interpretimet të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ma qala abdun la ilaha illa Allah qat mukhlisan illa najat lahu illa futihat lahu abwabu as-sama hatta tufdi ila al-arsh. Çdo besimtar që thot la ilaha illa Allah me bindje dhe besim dhe sinqeritet, i hapën dyert e 7 qiejve dhe deri ta preke fjala e tij arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sipas domethënë haditheve të pejgamberit, afdalu dhikri la ilaha illa Allah wa afdalu du'a alhamdulillah. Pejgamberi ka thonë dhikri më i mirë është la ilaha illa Allah. Nuk ka dhikr më të mirë. Dhe duaja më e mirë është alhamdulillah. Khairu dua yawm Arafa. Pejgamberi alayhis salam thonë duaja më e mirë është ditën e Arafatit. Është e njohur, ti interpretoj shpejt. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah. Dhe më mirë, fjala më e bukur që kam thënë unë dhe pejgamberët e tjerë para meje është fjala la ilaha illa Allah. Nuk ka, domethënë, është çështja e besimit dhe monoteizmit. Fa inna Allaha harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ka bën haram një trup të një njeriu me mashkull femër që ka thonë la ilaha illa Allah. Është haram atë njeri me djeg zjarri. Allahu e ka ndaluar zjarri i xhehenemit ta djeg një njeri i cili ka thonë la ilaha illa Allah. Nuk ka shpërblim më të madh. Për faktin se je kapën të realiteti absolut dhe vërteta kosmike, jetike, për te jetike. Nuk ka më pse jeton nëse nuk je i besimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse e ke besimin, nuk të mungon kur gjonë në jetë. Këto gjërat janë gjëra që mund të
trajtohen, të bisedohen, të planifikohen. Ama nëse e ke besimin në Zotin i cili të krijoi, ti je më i pasuri në këtë ekzistencë. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam ka thonë imani dohet në 70 e disa grupe, maja e saj është thonja la ilaha illa Allah. Fundi është me hekën një mbeturin, një dam prej rruge. Ka thonë dhe marrja është prej imanit në këtë hadith. Ama maja e besimit është nuk ka Zot përveç Allahut. Pik. Ama dajak, sankcione, burgje, të injoroj, të shkeli, të vras, të mis, të burgosi, të arratisi, këtë ka ndodhë të në histori. Ama nuk ka Zot përveç Allahut. Ti mundesh me vra, mundesh me burgos, me minjoru, me varfëruan, me internuan, çka dush ban, ma masakron. Ama e vërteta nuk devijon, nuk ka Zot përveç Allahut. Pa u zjeruar. Kush e ka fjalën e fundit la ilaha illa Allah, dakhala al-janna man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala al-janna. Kush e ka frymën e fundit me shahadet, hin në xhennet. Pastaj është e tjetri laqinu mautakum la ilaha illa Allah. Pejgamberi alayhis salam hadith ka thonë diktonja të vdekurve tuaj shahadetin, atyre që janë të vdek ose atyre që kanë vdek, domethënë transmetimi tash në varr, çish e bojmë ne, ose para se me vdekën, është mirë domethënë të pranishmit me ja kujtuan atij që po e jep amanetin me thonën la ilaha illa Allah. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë kush e ka frymën e fundit me shahadet hi në xhennet. Ne jemi besimtar monoteist. E besojmë Allahun një, as shok, as të ngjajshëm, as ndërmjetësues, as vezira, as ministra, as që i ndihmojnë, as që i përkthejnë, as që i bojnë suport, as shërbim, as hizmet, hiç. Vetëm ai vendos. Pa u përzien askush në punën e tij. Edhe ne me fjalën la ilaha illallah kemi lind, jetojmë dhe kemi plan të përfundojmë këtë jetë të bukur e të shkurtër vetëm në hijen e besimit dhe dashurisë së Allahut subhanahu wa taala. Me këta të tjerët që na dalin në rrugë, shkenca, filozofia, teknologjia, mikro, makro, arritja, investimi, politika, teoria, i trajtojmë, bojmë sabër, i ftojmë, i informojmë, i tejkalojmë, i injorojmë, nuk e di. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Na me këta do të takojmë Allahu subhanahu wa taala, edhe inshallah Allahu na udhëzon neve dhe familjeve tona, edhe na ban që të rrim, domethënë të strehuar nën hijen dhe fllatin e fjalës la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Për fund, Musa alayhis salam i pat thonë Allahu subhanahu wa taala më mëson një fjalë me të cilën të përkujtoj dhe të lutem. Tha ja Musa, thuj la ilaha illallah. Tha ja Rabbul Alamin, po këta kejtë thojnë, e di thum diçka. Thot Musa, nuk ka fjalë më të madhe se la ilaha illallah. Çka ka në qenj tokë mbi ndërmjet, nuk e kanë peshën as vlerën sa thonja la ilaha illallah. Okej. Me çat fjalë dhe më thonë Musa alayhis salam e ka lutën dhe e ka adhuruar Allahun, edhe ne do ta lusim dhe do ta adhurojmë Allahun